Përshëndetje për gjithë, receta e radhës, një recetë thjesht verore, qofte turke me bulgur dhe thjerza. Për ju që e keni vizitu ndonjë vend të Turqisë, mendoj që këtë shije e keni të njohur, por për ju që ende se keni vizitu, ju sugjeroj të provoni këtë recetë të shijshme dhe të shëndetshme. Recetën do e gjeni në vazhdim. Produktet për këtë recetë janë nga Ducato di Mantova. Fillimisht 150 gram thjerza i pastroj mirë, i kalojmë në tenxhere, shtojmë 400 ml ujë, i ziejmë për 15 deri në 20 minuta. Në anën tjetër pastrojmë 100 gram bulgur, i hedhim tek thjerëzat e ziera, i lëmë për 10 deri në 12 minuta. Në anën tjetër në tigan ngrohim vajin e udhirit, shtojmë qepën e grirë, e fërgojmë për pak minuta derisa të zbutet, shtojmë hudrën, shtojmë pastën e tomates, krip, piper të zi dhe piper të kuq. Këtë masë e bashkojmë me thjerëzat e ziera. Në fund shtojmë majtanoz të freskët të grirë dhe lëng limoni. Formën ju japim sipas dëshirës, shërbejen me gjethe sallate të freskët. Kjo ishte receta për sot, nëse provoni ju bëftë mirë.